Pas 4 vjetësh, Kosova ka zhbllokuar ngërçi në arenën ndërkombëtare sa i përket njohjes së shtetësisë. Kjo pasi të mërkurën, Kenia e ka njohur zyrtarisht pavarësinë që vendi e shpalli më 17 shkurt 2008, duke u bërë shteti i 118 që e njeh atë. Lajmin i pari e dha ish presidenti dhe ish ministri punëve të jashtme të Kosovës Behgjet Pacolli, i cili publikoi fotografi nga ceremonia e nënshkrimit të njohjes. Aty Pacolli shihet duke qëndruar pranë presidentit të Kenias William Ruto, teksa ai nënshkruan dokumentin. Pak pas këtij postimi, Pacolli ka dhënë intervistë për emisionin 5 të televizionit Dukagjini dhe e ka quajtur njohjen si fitore të madhe për Kosovën, derisa ka shtuar se ajo është produkt i angazhimit të tij 16 vjeçar. Unë që nga viti 2009 vim rregullisht në Kenia, vizitoj Kenien. Asnjëherë nuk I kam abandonuar miqtë e mi. Kam mbajt lidhje të mira edhe me 2 administratat e kaluara. Nuk I lodh asnjëherë që punoj edhe më tutje, kam punuar me opozitën, kam kuptuar në atë kohë se opozita është duke u kuptuar, kam punuar me ta, kam pas lidhje të mira me leadershipin e tyre. Më pas, njohjen e konfirmoi presidentja Vjosa Osmani, e cila tha se ajo është dëshmi e mbështetjes së vazhdueshme për të drejtën e popullit të Kosovës për liri e pavarësi. Ajo shtoi se këtë çështje ka diskutuar disa herë me liderin e shtetit afrikan. Përgjatë këtyre viteve kam zhvilluar disa takime të rëndësishme me të dhe me të cilat njohja e Kosovës ka qenë temë kryesore e diskutimeve. Presidenti Ruto vazhdimisht siguronte popullin e Kosovës se vendimi për njohje do të merret shpejt, bazuar në të drejtën ndërkombëtare dhe në sakrificën e gjatë të popullit tonë. Udhëheqësja e shtetit ja ka njohur meritat edhe ish presidentit Pacolli, duke vlerësuar angazhimin e tij, I cili sipas saj ka qenë I vazhdueshëm. Por për dallim nga presidentja Osmani, kryediplomatja Donika Gërvalla nuk e ka përmendur angazhimin e Pacollit. Ajo vetëm ka thënë se rrugën graduale drejt njohjes e kanë parë nga takimi I parë që ajo dhe Osmani kanë pasur me ish presidentin e Kenias më 2021. Në anën tjetër, Pacolli ka thënë se nuk ka pasur bashkëpunim me Ministrinë e Punëve të Jashtme të Kosovës, e cila aktualisht udhëhiqet nga Gërvalla. Nuk kam pas kurrë lidhje me ta, ata kanë konsideruar se unë nuk unë nevojitëm atyre, unë kisha pas shumë dëshirë që ata kishin qenë krah meje dhe shtetësisht të më ndihmonin në këtë mision. Para shtetit afrikan, njohjen e fundit Kosova e kishte pranuar nga Izraeli në vitin 2021.